Nolan, Odisea që ka shkaktuar reagime të shumta në gjithë botën, por në Shqipëri sigurisht ishte një lajm shumë i mirë për ne që aty ishte pjesë e kolonës danore, ishte polifonia instrumenti i fyrë, instrumenti më i vjetër njerëzor pas zërit. Kjo edhe me shqipten, që ne kemi studime që vërtetuan që është ndërgjuhës më të vjetra në botë. Tani për gjithë ata që nuk kanë shumë teori edhe për historinë. Pse Ludvig Goransson zgjodhi Shqipërinë dhe jo Greqinë? Shiko, kjo është një temë ka shumë fatmirësisht demokracia na ka hapur syt. Këtu janë në dyshim shumë gjëra, edhe u kam qenë dikur mbështetës i teorisë se ne jemi pasardhës të ilirëve. Kam lexuar libra, kam lexuar dhe Milan Schuchtlein, kam lexuar dhe arsyetime nga mentori im, atë Giuseppe Valentini, që më ka dhënur më ka fut botën e filozofisë dhe të shkencës në shpirt, edhe të letërsisë. Ai ka një qëndrim e vlerëson edhe teorinë e Schuttleit, por qëndron edhe tek teoria pelazgjike. Qëndron. Tani, këto nuk mund t'i vëmë në konflikt me njëra tjetrën, që shpjegohet mirë edhe, shko, unë duhet të letë flasin më mirë, por të gjitha ata shkencëtarë do mbrojnë teoritë e tyre. Prandaj po them, u kam botuar librin Historia më e vjetër e Shqipërisë dhe shqiptarëve, që kam një histori të gjatë, të madhe, në kujtimet e mia do ta them, sepse më ka ardhur koha me akoma. Çfarë mrekullie është ajo? Ajo është një histori e vërtetë e Shqipërisë. U ka parë gjërat, e shkuan në një prift jezuit, e kishte fshehur në një manastir në Spanjë, pastaj në Hungari. Ka parë gjërat të cilat që kam gjetë kurrë. Edhe ma kërkuan francezët me këmbgulje që t'u çoja në bibliotekën kombëtare. Ka rivlerësuar shumë gjëra. Kur thotë që ne do vim dhe tek ajo që kërkoni ju, që ne jemi nga populli më i vjetër se grekët në drejtim të krishtërimit. Dhe këtë thot ai djaku i Shënaumit kur diqte librat që e detironte kryepiskopi grek. Kupton dhe ai qante kur ahite ato libra kështu. Ta morën manastirin e Shënaumit grekët në kontroll dhe morën dhe kishin autogjepane. Por nuk ka gjurmë të historisë janë atje. Shqipali këtu ka predikuar drejt për drejt në gjirin e Lalësit, në Durrës. Pra ne jemi popull, ka një hile në lidhje me botën antike, në raport me Shqipërinë. Dhe këtu, si thot dhe me difrash, fataliteti që ndron tek Islamit. Sepse ne na identifikuan europianët, do identifikoni mitin e Greqisë së lashtë të krishterë dhe Europe të krishterë. Mi po u kam botuar libra për këtë trashëgimi të vjetër, kam parë gjëra të çuditshme brenda. Sidomos anglosaksonët janë më të prirur. Kjo do jetë në vitet e ardhshme. Se kështu ecën kultura, shkenca, nuk është si politika me rotacion. Dhe ajo nuk është se do vendosen kode atje, do vendosen ligje. Do të ofroj këtë kulturë dhe njeriu e bën vetë, edhe sot bën ndryshe me ballafaqimet me Greqinë. Bën ndryshe. Unë e ndjek TikTok-un, ndjek trendi që ka shoqëria, jo shkencët. Unë ndjek shkencëtarët grek kanë filluar të flasin tani hapur. Kush jemi ne do? Kush jemi ne? Ku ka Greqi? Shqiptarët janë. Ata kemi marrë, na ka thënë histori, na kanë thënë. Tani ka filluar dhe për gjuha që dikur mohoi. Gjuha jonë mohoi. Prandaj ata rilinda si tani ishin genial. Kjo është nga më të vjetrat në botë. E kupton ti, është me shkencë kjo.
Edhe trashëgimia, atje ka diçka interesante që ai ka vajtur atje. Por, unë të sugjeroj të lexosh edhe një Eskilikum i si madh të Ismail Kadares. Lexoje me një dritë tjetër. Do mësosh gjëra të jashtëzakonshme. Të jashtëzakonshme. Ne jemi vetëm i vend që kemi trashëguar lashtësinë greke. Atje janë skulpturat, janë hieroglifet, janë kolonat, janë monumentet, janë skulpturat. Por shpirti është këtu i gjallë, është kodi zakonor shqiptar. Edhe tek, si thonë, edhe atje në këtë film, pas disa fragmente, do veprojmë sipas ligjeve të Zeusit. Pra sipas kodit zakonor, ashtu luftoj në ato odisen e parë që kam parë, nuk mund të vritet tjetrin me spine. Edhe kodi zakonor të pret në shtëpi, të përcjell, je i lirë si gjithë të tjerë, të ka dhënë besën, ose gruaja në Greqinë e lashtë ishte sklave, këtu është princesh, edhe në Malsinë, në veri, burri drejton, po gruaja ka në dorë pravavin, ka gjithçka, nuk mund të bëj kontrata burri pa pjetur grua. Pra, ajo trashëgimi ka qëndruar me mira vjet në ajër dhe është ulur në bjeshtën e mua. Kjo është një provë e madhe, jashtëzakonshme, që ne jemi, nuk po themi jemi të vetëm, po jemi direkt pasardhës të trashëgimisë antike greke. Koha do ta sjellë edhe këtë gjë, siç ka sjellë gjuhën, siç janë ngrit grekët dhe shkencëtarët sot thonë që ku ka liri pa djemtë e Shqipërisë, ku ka në 100 heronj që kanë ata, 99 janë shqiptarë. Dikur mua më kanë çuar tek pragu i non gratës grekërit për këto qëndrime. Pastaj më keq kuptuan, sepse u kam botuar lastin greke. S'kam asgjë me Greqinë. Unë e kam me të vërtetën të shkencore. Pra, dhe ai ka bërë një punë të madhe hulumtuese, ka arritur, ka bërë një zgjidhje të jashtëzakonshme. Nga informacion, edhe me UNESCO është konsultuar edhe me disa miq të mi që nuk jam autorizuar të t'i them tani. Në një bisedë që mund të bëjmë më vonë, pasi t'u marr leje, do të t'i them. Ka folur, janë njerëz të shquar në Europë. Dhe ai u bind se kjo kolonë, do të qëndërtoj ai, do ta zbukuronte filmin. Dhe kur dëgjon ata ohone e Isove Labet, shkon mendja te lastia. Unë nuk them se Odisea ka kënduar kur ikte, shkonte nga beteja që kishte bërë me ciklopin, shkonte në Itak duke kënduar të këngë. Jo, këtë s'mund ta them. Por kjo është kënduar në ato kohë. Është kënduar dhe kjo është një ngjarje vërtet e madhe kulturore. Unë do kem një esej, një punim për të cilën punoj tani, që vërtet më ka frymëzuar, i kisha në mendje këto gjëra. Dhe kjo provë më entuziazmoi. Dhe është vërtet një ngjarje e madhe, një afirmim i Shqipërisë. Po kjo duhet të interpretohet dhe nuk duhet të pak të romantizohet, të bëhet kështu që ne jemi, nuk jemi ne vetëm, po ne na janë mohuar shumë të drejta në këtë drejtim, ne këtë do themi. Dhe në kuptimin e vërtet, në shpirtëror, këto janë skulpturat e shpirtit, pikturat, skulpturat e shpirtit shqiptare që ka kënduar në lashtësi. Këtë kodi zakonor, që është monument kështu dhe isopolifonit. Shpresoj se në të ardhmen do ketë zhvillime të tjera në këtë drejtim. Pa, kemi akoma festare të pasbuluara. Urdhro? Kemi akoma festare të pasbuluara.
unë nuk mund të marr rolin e profetit në këtë drejtim. Kam dyshime, sidomos u kam bërë dhe një libër për rishikimin e historisë shqiptare, i cili më ka mbaruar. E kam në format PDF, s'kam lekt se Edi Rama na ka prur shkretëtirën i Katar të gjitha gjërat, dhe librat shtëpitë botuse po mbyllen një nga një, domethënë libra nuk lexohen më se do më mante lexuesi. Megjithatë, për interes të kësaj mendoj që ta rishikoj dhe ta ribotoj, sepse këto fakte që kanë dalë tash po më frymëzojnë që ky libër duhet pasuruar. Nuk është për mua, i marrim me vete këto në botën tjetër, por kjo është për kulturën shqiptare. Dyshoj se ka dhe gjëra të tjera. Zoti Kulla, unë të falenderoj shumë për bisedën. Shijova shumë, jam i bindur edhe shikuesit, jam i njohës shumë për kohën edhe për mendimet që ju ndat me publikun tonë. Të falenderoj, ne do bëjmë bashkë, me që edhe ju ma kërkuat, ta mendojmë të bëjmë të dalit diçka e bukur, një pjesë pikërisht për isopolonifonin labe. Jo vetëm për atë, po edhe për gjëra të tjera që kanë për të bëjmë me trashëgimimin tonë. Me shumë kënaqësi. Ta strukturojmë, kjo është edhe për lexuesit, ta strukturojmë që edhe lexuesve të vijë pak më i organizuar. Të falenderoj shumë. Kalofshi